Përshëndetje, jemi në podcastin në Radar, dhe ne sot do të flasim për kampionatin botror të futbollit, i cili është duke luajtur me ndeshje shumë dinamike, me shumë surprize, sidomos në ndeshjet e ditës së djeshme, ku Gjermania bëri një hap false, po ashtu edhe Holanda. Me ne është bashkuar lojtari emblem i kombëtarit shqiptare, zoti Altin Rakli. Zoti Rakli, faleminderit shumë që jeni me ne. Është kënaqësi gjithashtu për mua. Unë preferoj t'ju thras profesor siç bëj gjithmonë, një hap fals nga Gjermania dhe Holanda ditën e djeshme. Çfarë do të thotë kjo, profesor? Them drejtën, kjo fjala do më shkote shumë nëse do e meritoja profesor, të isha profesor. Unë jam profesor se këtu jap mësim Gjermani me shkollë, po jam profesor nxënësi, jo profesor futbolli. Megjithatë faleminderit. Për sa i përket Gjermanisë, them drejtën, pritshmëritë e mia të Gjermania nuk ishin aq të mëdha, duke e parë skuadrën gjatë gjithë kohës, gjithashtu e curinë e këtyre viteve të fundit, kualitetet që ato gëzojnë, stolin që ato i drejton, nuk kisha pritshmëri të mëdha, por që të eliminoheshin kaq shpejt, domethënë ishte edhe për mua surprizë, sepse pretendoja ose mendoja që do e kalojnë në Paraguajin, pavarësisht se e dija vështirësinë e kësaj ndeshje dhe ekipeve latine, dhe Gjermania nuk ka histori të mira me këto ekipet latine. Kështu që ishte pak rasti, por edhe mënyra se si erdhi loja, të drejtën, nuk është se Gjermania bëri në gjë të jashtëzakonshme. Të vetmën gjë që mund të theksoj që ndoshta edhe u vodh pak nga gjykimi për mendimin tim, por nuk besoj që po ndodh vetëm me Gjermaninë ky rast, ky episod. Unë kam një mendim personal që ekipet europiane po dëmtohen shumë këtë kampionat botror nga gjyqtarët, që shumica janë afrikan, latin apo edhe aziatik. Po shumica e këtyre gjyqtarëve afrikan apo latin po dëmtohen shumë. Dhe rasti më i freskët ishte Gjermanisë djetë, që për mendimin tim goli ishte flagrant gol i rregullt, pra një prekje lehtë e portierit, me rregullin e ri, nëse flasim para 10 vjetësh, rregullat ishin të tjera, po ka dalë një rregull i ri para pak a shumë 10 vjetësh që portieri është cilësohet si lojtar, pra vetëm në qoftë se portieri e ka topin te zona vet dhe e ka për ta kap topin, pra topi shkon drejt portierit dhe aty pengohet nga lojtar, vetëm atëherë është faul. Në rastin konkret, topi ishte shumë larg portierit dhe kontakti i lojtarit gjerman me portierin ishte shumë i lehtë. Pra më duk domethënë një nga gabimet më trashanike ose më të rënda të këtij kampionati. Plus edhe dy raste që ishin të dyshimta shumë për penallti, për mendimin tim, një rast që lojtari Paraguajt nuk interesohet fare për topin, po rrethon me dy duart lojtarin gjerman dhe vetëm e shtyn, pra ti heqi, ti humbi ekuilibrin, dhe në futboll dihet, nëse të humb pak ekuilibrin, nuk ke shans ta kapësh topin. Ishte edhe një rast tjetër, një dorë jo natyrale, pozicionume e mbrojtësit e lojtarit të Paraguajt, kur një nga lojtarët gjerman godet në port. Pra këto ishin 2-3 raste flagrante me mendimin tim, sidomos goli anulluar ishte flagrant që u vodh pak Gjermania në këtë rreth. Megjithatë, që ose do flasim nga ana e përgjithshme, u them që Gjermania nuk e mbizotroi lojën, që normalisht çdo njeri priste. Bile Paraguay u shfaq shumë rrezikshëm, u mbrojt shumë mirë dhe i mungoi komplet kreativiteti, fantazia për ta çarë mbrojtjen robuste të Paraguayt. Kështu që në fundit pastaj nëse do i marrim komplet ndeshjen, nuk është se ju vodh diçka nga ana e lojës Gjermanisë që u eliminuan në fund fare. Holanda nga ana tjetër me Marokun, kampione në fuqi të Afrikës, edhe pse dihet se si është kampione në fuqi, ishte një ndeshje më e ekuilibruar apo jo, sepse Maroku, ndryshe nga Paraguay, ka një ekip më të mirë në letër. Patjetër që ishte ndeshje më e vështirë për Holandën se sa kjo e Gjermanisë me Paraguayn. Diej domethënë dhe kuptohet nga çdo kusht që Maroku nuk është më ai para 10 vjetëve, por e pam dhe 4 vjet më parë, që ka një skuadër dhe është po e njëjta skuadër, pak a shumë bilato tani kanë dhe një eksperiencë më të mirë tradicionale në këtë kompeticion, por kualitetet që ato gëzojnë vërtet janë shumë bindse, edhe i përshtaten dhe pra edhe argumentit të lojës që bëjnë dhe rezultateve që kanë pas deri tani. Kështu që në këtë aspekt Holanda nuk është Holanda e Van Bastenit apo
edhe më para, pra është Hollandë tjetër, nuk ka lidhje me futbollin total, me futbollin racional, kur e bën një gol dhe çon lojën deri në minutë 90, nuk pson atë gol qesharak, hash gol me kokë në turitë e portierit, pra në zonën e portierit, është një gabim, domethënë trashanik, që nuk i ndodh skuadrave të mëdha që janë pretendent për titull. Kështu që edhe Hollanda nuk është si ishte skuadër pretendent për titull, por që në fund fare pastaj vendosin penaltit dihet që është 50-50, është punë fati, është punë emocioni, pra futen shumë gjëra pastaj në fund dhe te penaltia nuk ka garanci. Kështu që në këtë aspekt edhe Hollandës nuk është si u vot gjithçka, por Maroku në fund fare ngjelet një skuadër shumë e fortë. Apo thyet miti, profesor, që shpeshherë është diskutuar për ekipet e forta, këto kompeticione siç është botrori, europiani, por edhe kupat e tjera të këtyre përmasave, a thyen mitin që nuk ka ekipe të forta, të gjitha ekipet luajnë për gjithçka, sidomos në ndeshjet direkte? Tani kjo dihet, është parë dhe kuptohet nga çdo kush që një futbollin, që futbolli është bërë shumë kompleks vitet e fundit, pra çdo skuadër ka mësuar të futboll sidomos në aspektin defensiv, të mbështetet pra në 30 metrat e fundit të zonës vet, vendoset atje me shumë lojtarë, me numër komplet, pra me 11 lojtarë aty mbrapa dhe shumë vështirë për t'i çarë, dhe lëvizjet edhe spostimet e vendeve që ato bëjnë, pra mbylljet e zonave që nuk krijojnë shumë hapësira aty, tregojnë që futbolli është bërë shumë kompleks dhe çdo skuadër ka mësuar të luajë futboll sidomos në atë defensiv. Dhe skuadrat që marrin pjesë në botror, pra përveç këtë vit po flasim në formatin e ri që njëra apo tjetra skuadra shumë modeste nga mënyra e kualifikimit, pra që luajnë në vendet oqeanike, ku ta diun, e kanë shumë të lehtë kualifikohen. Pjesa tjetër pastaj e emrave dihet që janë të fortë dhe është shumë vështirë për t'i shënuar. Kështu që në 16 do përfundojnë skuadrat më të forta. Unë Gjermaninë se futa asnjëherë te skuadrat pretendente për titull. As Hollandën se kanë fut. Bile deri diku edhe Belgjikën jo. Po Belgjika ka një arsye tjetër të mendoj se ka disa kualitete që mund të bëjnë diferencë në fund fare, edhe kundërshtarin e ka pak më modest se sa këto dy kundërshtarë që kishin dje pra nga ekipet europiane, po në fund fare pastaj ato ekipe që do kalojnë në 8 ekipe më të mira të botës, patjetër që janë ekipet elitare për mendimin tim. Dhe do ketë shumë pak mundësi që të futet një nga këto skuadra, qoftë edhe Maroku, të futet deri në 8 skuadra më të mira të botës. Çfarë mësimi mori Brazili nga Japonia? Dgjoj, Japonia si shtet është një shtet dhe një popull shumë i zgjuar. Është nga popullit më të zgjuar dhe më të ndërgjegjshëm me kulturën në botë. Dhe vetë jetën si ato e ndërtojnë, pra është ndryshe nga pjesa tjetër e botës. Edhe në futboll kjo gjë ka ndodhur, ato kanë ecë shumë përpara, sepse janë popull shumë i zgjuar, edhe kanë investime të jashtëzakonshme në futboll. Gjë që shihet edhe te ekipin kombëtar të meshkujve, e kanë treguar dhe me ekipin kombëtar të femrave, para shumë vitesh dolën kampion bote, një zhvillim të jashtëzakonshëm. Dhe po ta shohësh, ato kanë një strukturë loje që Brazilit, për shembull, pjesën e parë, u duke sikur Japonia ishte Brazili, pra nga struktura e lojës, nga ana taktike se si ato e kuptonin lojën, pra lëvizjet e atyre, teknika atyre, por gjë që i mungon patjetër është ekip aziatik, është në ADN-n atyre, pra forca fizike nuk mban 90 minuta atyre. Ato luajnë një pjesë parë fantastike, por pjesën e dytë pastaj ra. Dhe presioni i Brazilit, që ka lojtar kualitet të jashtëzakonshme, ka një stol që do e kishte zeli çdo njeri, çdo ekip, që e bëri pastaj të mundur ta kthej lojën. Pra me atë trysnin që ato krijuan gjatë gjithë kohën, pra pjesën e dytë, me cilësitë dhe kualitetit që ato kanë brenda, por edhe me atë traditën e Brazilit, pra dhe duke futur gjithmonë patjetër dhe aftësitë teknike të trajnerit, atëherë erdhi dhe rezultati i golit. Goli erdhi minutat e fundit, lojë mund të shkote edhe me shtesë, mund të shkote edhe me penalti. Pra, por thash që këto ishin ato pikat kryesore që në fund fare pastaj triumfoi Brazili me merit për mendimin tim.
Nga mënyrë se si ju e lexoni futbollin, profesor, mendoni që në ndeshjet që kanë mbetur do ketë më shumë lojë të hapur mes kombëtarëve apo penalltitë do të jenë ato që do të vendosin më së shumti? Kur të përplasin titanët, pra nëse do flasim për Brazil, Argentinë, Francë, Spanjë, Portugali, Angli, Argentinë, Brazil, pra po, mund të futet edhe një nga ato skuadrat e dyta, pra Marok, nëse futet edhe Norvegjia, pra unë kam shumë shpresë të futet Norvegjia. Atëherë unë them që do shohim futboll më total, do shohim futboll më të hapur, sepse janë skuadra elitare, janë skuadra që nuk ngjihen 11 vjet aty mbrapa, pavarësisht se kanë filluar edhe to skuadra të aplikojnë her pas here, por ja zakonisht janë skuadra me reputacion, me shumë eufori dhe sulmojnë. Pra është skuadra që luan gjerësi dhe luan hapur. Dhe në këtë aspekt them që do kemi një futboll më të hapur, nëse do përplasim të skuadrën. Nëse do kemi skuadra pastaj të dyta që e kanë aktivizuar lojën e tyre dhe taktikën e tyre në ngjeshjen mbrapa dhe me kundërshtim, atëherë do shohim po të njëjtën mënyrë loje. Ndërkohë. Profesor, prisni surpriza edhe në ndeshjet e ardhshme, sidomos nga kombëtarët që konsiderohen si me më pak cilësi ose më të vogla krahasuar me kombëtarët që jemi mësuar tradicionalisht të shohim. Këto skuadra që unë sapo përmenda që janë dhe pretendent për ta fituar kampionatin botror, unë nuk besoj se ka rastësira apo ndonjë çudi. Pjesa tjetër pastaj skuadrat që janë aty, çiftet që janë aty tani në 16 vjeçë, pra, aty çdo gjë është e hapur. Norvegjia për shembull nuk është se ka të garantuar fitoren, sepse janë skuadra të vështira këto sidomos këto afrikanët. Është për të parë, duhet të presim pra të shohim këto ndeshje dhe do të kemi parasysh dhe gjë. Ndeshjet në grupe janë tjetër gjë dhe ndeshjet me eliminim direkt, pra janë tjetër gjë. Këtu skuadrat janë pak më të tërhequra, janë pak më të kujdesshme për sa i përket dhe mënyrës lojës, sepse është një ndeshje dhe nuk ke mundësi ta rikuperosh. Në grupe pastaj ke 3 ndeshje, nëse humb një ndeshje mund ta rikuperosh ndeshjen tjetër. Kështu që kjo është ndryshimi. Përfiton nga rasti, profesor, që ju kam këtu për t'ju bërë një pyetje që lidhet me ekipin tonë kombëtar, një trajner i ri si Maran, 2 ndeshje test që nuk rezultuan ashtu siç pritej, 2 humbje, keni pritshmëri? Të them të drejtën, nuk është se e njoh shumë si trajner ose nuk e njoh fare si trajner. 2 ndeshjet e para patjetër që janë vështira, pavarësisht kundërshtari ishte modest, të 2 kundërshtarët janë modest, po dalin të që sa po them, pra gjithë skuadrat luajnë sot, din të luajnë, edhe të vendosen, edhe të mbrojnë mirë, të kundërshtojnë. Në këtë aspekt, këto 2 ndeshje nuk është për të marrë shumë për bazë, pastaj duhet dhe fakti tjetër që kombëtarët ndrojnë dhe stilin e lojës, anën taktike të lojës, pra luanim me një mbrojtje të përqendruar me 4 mbrojtësa, me 2 lojtarë shkatrues, 3 lojtarë paksa më të avancuar dhe me një sulmues kryesor. Tani po luajmë me 4-4-2. Pra, ti japim kohën e trajnerit, mbas disa ndeshje pastaj atëherë mund të japim një mendim më të saktë. Kë shikoni rrakullin e ekipit tonë kombëtar për momentin? Për veten time s'kam fol kurrë dhe s'do flas kurrë. Flasin tjerët, gjykojnë tjerët, krahasimet si kanë pas, por në përgjithësi flas. Lojtarët e shpejtë, pra kjo ka qenë një nga cilësitë e mia, shpejtësia, pra shpejtësia sidomos në zonat, në topat e thellë. Kjo ka qenë dhe ana ime dhe arma ime më e fortë. Duhet lojtarë, pra dhe me stilin tonë të lojës që ne kemi, ose të paktën si lunim me Silvinion, këto lojtarë do ishin shumë preferuar, sepse në momentin e kundërshtimit ti kishe mundësi ta dëmtoje skuadrën kundërshtare. Është shumë vështirë të them, pra nëse i ka njëri nga këto, sepse është hoxha i shpeshtë, lojtar i shpejtë për luan krah. Unë s'kam luajtur krah, unë kam luajtur qendër gjithmonë. Kush lojtar i shpejtë që themin që ka një shpejtësi të jashtëzakonshme, është vështirë të them drejtën në këtë aspekt, por lojtarët e shpejtë gjithmonë, pra sidomos kur ke një sistem taktik të gjeshur mbrapa dhe të kundërsulmosh, gjithmonë i bën punë dhe e nxjerr dritë skuadrën tënde. Kështu që do ishte mirë që ne ta gjeshim një lojtar shpejt ose shumë lojtar të shpejt. Profesor, shumë faleminderit për praninë tuaj, faleminderit shumë për analizën që i bët ekipit tonë kombëtar, por edhe botrorit këtij kampionati deri në këtë fazë që është në momente. Shumë faleminderit. Asgjë, ishte kënaqësi, ju uroj gjithë mirë dhe suksese.
Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions.